Zoti Islami, në optikën tuaj, çfarë po ndodh teksa shteti Bektashi është rikthyer sërish në vëmendjen e opinionit publik, ku sipas medias franceze theksohet se po bëhen gati detajet e fundit për ngritjen e shtetit të ri Bektashi në Tiranë? Ata do ngrojnë një shtet që është inekzistent, do jetë inekzistent, do bëjnë një vrimnuj me atë, po ajo është në kuadrin e politikës të Çepulistanit për përçarë shqiptarët me njëri tjetrin duke shfrytzuar feja. Këtë e bëjnë dhe nëpërmjet të ashtu quajturve grupi i Deçanit në Kosovë që thonë muslimanët shqiptarë nuk janë shqiptarë, nuk janë abdetarë. Këtë e bëjnë me të gjitha llojet e feve dhe është thjesht një politik për ça e sundo duke shfrytzuar mendjet e shqiptarëve që vënë edhe besojnë. Thjesht është një marionet, një spion i reduktuar, i rekrutuar nga Edi Rama, nga sionistët e Çepulistanit. Është një krijesa miqësore për shqiptarët. S'ka fakte për një gjë të tillë. Fakti, që sa fakti do të kurajtë nga shtet musliman, ka bërë vaki kjo, qa jemi në Vatikani, jemi neve, qa jemi, me kjo e bën atë ai. Vatikani e bën një shtet të ti në Romë, po i ka të tërë katolik, ndërsa këtu ke musliman, ke halveti, ke të gjitha llojet e tjera të feve. Kush ai do bëj shtet? Se pas nesër do ngrihem unë si kryetari i fesë ortodokse shqiptare, edhe do kërkoj shtetin tim ortodoks. Do ta kërkoj. Dhe do ta marr në qendër të Tiranës atë ku është ngritur ajo isha greke. Ja njëta gjë është. Pas kësaj do ngrihen, pas këtyre do ngrihet shteti ai shehu i Shali Pazari aty tek Pallati i Kulturës do kërkoj shtetin halveti, kupton janë këto, janë pislëgjë. Zoti Islami, në këtë rast, çfarë po ndodh me Edi Ramën, i cili ka hapur rrugë ngritjes së këtij shteti? Zbaton urdhrat e Izraelit, ka që thjesht të Çepulistanit. Po se dim një gjë të tillë, nuk se kemi. S'ka nevojë ta dim. Të lutem edhe një herë se më thoni gjithnjë nuk e dim. Çfarë doni dokumenta, dokumentat e kanë ata si kemi neve. Ne nxjerrim deduksione nga veprimet që bëjnë dhe veprimet e tyre flasin hapur. Më thuaj ti dokument më të madh se sa të ngrihet shtet i Bektashi në qendër Tiranës, çfarë dokumenti do tjetër? A ka dokument më të madh se ky dhe provë më të madhe se kjo? O si bëni pyetjet kështu tani, se nuk kemi fëmijë. Si mendoni, pse vjen pikërisht në këtë moment ky lajm? A mos është një shpërqendrim nga Edi Rama kundrejt protestës? Edi Ramës nuk i vjen asnjë keqe nga protesta. Sepse protesta deri tani ka ngritur kërkesa politike, asnjë kërkesë ekonomike. Shqiptarët në protest nuk kanë kërkuar minimumin jetik që ka gjithë bota, vetëm Shqipëria se ka. Shqiptarët nuk kanë kërkuar funksionimin e sindikatave, që këtu janë inekzistente. Ekzistojnë që kanë marrë ca prona 2 krerët e 24 sindikatave, që janë bërë milionerë, edhe jo më shumë. Tjetër, shqiptarët nuk arsyetojnë dot ngritjen e këtyre çmimeve skandaloze. E para tallet me shqiptarët, personalisht tallet me shqiptarët, ndërsa politikisht është thik pas shpine, një nga thikat pas shpine që po i fut Edi Rama kombi shqiptar. Kjo është, s'ka tjetër. Po sa i përket takimit që zhvilloi në jug të vendit me Alex Sorosin, si e keni parë? Çfarë do të thotë për ju ky takim? Ka zyrtarizuar pushtimin e Shqipërisë nga Çepulistani. Kaq. Po ku e mbështesni një gjë të tillë? Po çfarë do ai Sorosi, pse ka ardhur në Shqipëri? Me çfarë statusi? Po e ka mik të vjetër, të paktën kështu ka deklaruar Edi Rama. Por zotri, ai nuk batet ta çojë në surrel si mik. Se miku pritet në shtëpi, nuk pritet në pronat e shqiptarëve. Ato lej, ato i thot ai si mik, ato do thot ai. Natyrisht ata ka mik se ai hebreus, atë komsika, nuk më habit kjo punë. Po s'ka lidhje fare me
me politikën që ndjek ai dhe Izraeli ka shëvendit tim. Ne jemi të pushtuar, do ta marrë me shqiptarët. Por o shqiptar, hapni mor syt, çoni mor nga gjumi letargjik, çoni mor dilini zot vendit. Si ore vjen një qepishtjeni një Alex Soros aty edhe je urdhën ai dhe bën ai që do qefi këtu në Shqipëri. Apo vjen ai dhëndër Trampaqit, edhe na blen Sazanin ai, na blen Vërnesin, na blen toka shqiptare. Asnjë do marrë, s'ka zgjidhje tjetër. Nuk na lë zgjidhje tjetër këta. U themi se jemi dakord, ata vjen i pushtojnë, vjen i blejnë. Ku i gjeti Edi Rama që i shet ato? Si i shet? Ose si i fal? Kush është ky more? Kush është ky more që ka dalë bashkë me 140 hajdut atje, 140. Tamam, Alibaba me 140 hajdut, jo me 20 hajdut. Që ka futur atje në atë parë më falë shqiptar, sepse por na trautojnë dhe por na vrasin ata 140 vet, se pa ata 140 vet Edi Rama zotri është një hiç, është një zero me gjukta. Është një rrugaç ordiner si gjithë soi sërtia. Po pse nuk ngrihen ata? Pse nuk e kundërshtojnë Edi Ramën? Pse nuk kundërshtojnë vendimet e tij? Kjo është fatkeqësi e kombit shqiptar. Ne shitemi dhe blehemi kolla, e ka thënë Krushovi ndjes pas, tha shqiptarët shitem për pesas pra. Kjo është fatkeqësia, s'kemi ç'i bëjmë. Po kjo nuk do të thotë se jemi të gjithë si ata. Zoti Islami, si e shikoni e curinë më teshme të vetë Edi Ramës, por edhe të protestës? A mendoni se protesta do ta detyrojë Edi Ramën që të tërhiqet nga vendime të tilla? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Protesta komandohet nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Protesta ka programin e atyre që t'i lodhë shqiptarë si që po i lodhë vate 2 muaj, 3 muaj po vend tani, vate 3 muaj, dhe është në rregull Edi Rama me Salihun. Pronat i kanë, vjerit i kanë, parat i kanë, pushtetin e kanë, policin partijake, policinë e pushtetit e kanë, se nuk është shtetit më policia, ishte dikur e shtetit, tani s'është më e shtetit, është e pushtetit. Dhe si e tillë duhet luftuar një lloj siç luftohet Edi Rama. Zotri Edi Ramën e mbështet Europa, sepse Edi Ramës po i bëhet një protestë me kërkesa politike, jo ekonomike. Europa nuk të pranon kërkesa politike ty me protestë, se do të shkon në dhomën e votimit, në kutinë e votimit. Ndërsa kur i thua dua minimumin jetik, do ta jap se të bën, se s'ka nga jaban, se e ka gjithë bota. E ka Europa për vetë çfarë, se kërkon Edi Ramës minimumin jetik të shqiptarëve, e ka Amerika minimumin jetik, pse se kërkon shqiptarëve, por ne jemi të trajtuar dhe në Amerika, dhe në Evropa, dhe në atë tërë, edhe në vetë shqiptarët. Ja ka që thjesht. E ndodhur në këtë situatë Shqipëria, ku mendoni se mund të shkojë, nisur dhe nga ato që po ndërmerr Edi Rama? Në zhdukjen si shtet dhe si kom. Që do thot? Shqip fola. Do zhdukemi dhe si shtet dhe si kom. Do bëhet Çifutistani këtu, si që ka marrë tëra i ka dhenë, dhe se ka vajtë ka marrë dhe atë Driloni në Pogradece dhe Tushemistin që ka marrë atje, asë nëse diskuto. Ne jemi midis dy gjarpërive, një gjarpër është Çifutistani, këte nga Vlora, gjarpi tjetër është Yunanistani, Greku, nga Korça. E patë që e kishin veshur Korçën me flamuj grek. Jemi të shitur. Ndaj unë nuk i thire qiptarëve qoni ta përmbysim, por e qoni ta përmbysim. Nuk, leni më protestën me duke kënduar Edi Ramës atje. Të vi turp të vi, të tërvejve që dilin atje në protestë. Tani po va them, kam dalë në fillim bashkë me ju, sepse di se çfarë bënin. Tani që e di shumë mirë, ka një muaj gjysmë që e di shumë mirë çfarë bëhet, u them largohuni andea. Zoti Islami, çfarë do të thotë sipas jush shpopullimi i vendit që nga 90-ta deri më sot, ligjet e fundit e Edi Ramës me paketën e maleve, konsullata serbe në Shkodër, apo i po themi veprimesh të tjera nisur me atë që ndodhi në Zvërnec, dhe tashmë së fundmi shteti Bektashi. Shpopullim, asgjë tjetër. Braktisje, largim, përdhënie, emigrim të detyruar të shqiptarëve,
të ikin nga sytë këmbët, të mos ketë më shqiptar. Ja, ky është objektivi dhe këtë po arrin ata, se shqiptarët nuk ngrihen. Po mirë dhe mos ngrihen, çfarë do të bëjmë? S'kemi që bëjmë. Unë me pa e si ngrëdot. Duke nisur nga shtatori e tutje që fillon edhe sezoni i ri politik, ju si e shikoni, a do të ketë një lëvizje kundrejt e Ramës në Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër presioni që mund të rritet përmes protestës, por edhe Spaku, a mendoni se do të veprojë në këtë rast? Pare punës njerë Spaku mos ma zemën në gojë që është i tredhur, është i kastruar. E dyta, populli, por nuk u ngre, për ta përmbysur, mos mendoni se do ketë në një zgjidhje. Po vazhduan me këtë protestin kështu siç janë, do vazhdojnë, Rama bën qejf, Rama shet trojet, Rama shet Shqipërinë, Rama filmon se bulos dokumenta, sepse është i ligjshëm me ata 140 deputet që ka atje, se s'ka vetëm tëri të ti, jo, i ka 140 atë të ti, se është bashkë me Sali Berisën tradhtar. Kështu që ati nuk e gjem në kënd. Nëse do ngrihen të kërkojnë me kërkesa ekonomike të vendoset urgjentisht minimumi jetik. Se po u vendos minimumi jetik nuk ka nga lëvizjen e Rama. Ai pikërisht të bën. Do të thënë u prit bukën dhe ujin shqiptarëve me qëllim që të rritet të pushtet. Dhe me këtë u bën presion dhe prandaj rri atje. Pra ju mendoni se nëse do të ketë kërkesa ekonomike, do të thotë se protesta mund të jetë mund të ushtrojë më shumë presion. Pare s'ka asnjë vlerë. Asnjë lloj presioni s'ka. Ka vetëm të pëllitura në mes bulevardit.